Prej haditheve tjera që ka sjellë Imam Buhariu, hadithi i radhës ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej me këtë dua, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni innaka antal muqaddim wal muakhir la ilaha illa ant. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dua, o Allah, falmi gjunahet që i kanë bërë të kaluar. E shiko, që ka lidhur Imam Buhariu, e vetëmja mërzi apo e vetëmja e kalume që ja vlen me e kalu, cila gjunahi që shtit të ube me bo, thu e komboni gjuna, o Allah falma, ti e u ktheve në kalumen, ama e kalume cila nëzit kajrë për të ardhmen, ti tash e kalove e ktheve datën e hershme që ka kalu, po ajo e kalume të shtini me thane astaghfirullah, o Zot ma falë se kumbo gjuna. Pra gjdo këthim të kalumen që të shti me bo të obe është këthim i mirë. Në ndërsa gjdo këthim të kalumen që të shti vetëm mu hinë siklet në shqetësim pa asnjë lloj pendimi, ajo e kalume nuk ka nevoj për të kujtue. Shiko pejgamberi alayhis salam që ka thonte, Allahumma ighfir li ma qaddamtu, o Allah, atë qka e kam bo të kalumen, falma. Që ka bo pejgamberi salam? Kur gjos ka bo, për në kam su neve, o Zot, falma të kalumen. Wa ma akhartu, falmi dhe ato gjunahet që ka nashta i bajnë të ardhmen. Falmi dhe ato gjunahet që ka i bajnë të ardhmen, pa paramendim, jo me paramendim. Disa njerëz thonë, o Allah ma falë se e ka mund e që gjeni pun, ta marrë një do kredit që ati më sënë, ama ti falma është, ashtu në pim fillim jam të bëtë të ube. Ka me vedhune, ama ti falma, apo, ka e vedh. Jo, nuk shko kështu. Jo, nuk shkoll. Duhet njeri mës me ba gjuna me paramendim. Thot pejgamberi alayhis salam, o Allah, më fal ato që i kanë bë tinza. Dhe falmi ato që i kanë bë në publik. Shiko, njëri bën gjuna e tinza, njëri bën gjuna e fshehtas. Kur kush se di? Dhe çka më e keqja të ndërum xhamat. A di ç'është më e keqja? Njëri me bë gjuna e tinza, edhe në vend se me ul kokën, sa je di se ka bë gjuna tinza, ka bë mëkat Allahu tinza, në vend se me mbulu gjunahin me teube dhe me kok ulje, ai e mbulon gjunahin me çfarë? Me kapadëllëk. Munohet të mushtir kishe s'ka bo gjuna. Gjunaj s'mlohet qështu. Ti tu na kalzu neve që s'ki bo gjuna, ti se mlon gjunaj. Ti munësh për një periudh me na bin neve që shumë i mirë koke. Po ti se ki fshinja gjë, se ki fshi gjunaj. Gjunaj fshinjet vetëm me punë të mira. Shiko që ka thënë alayhis salam, o Allah, falmi gjunaj që i kam bo tinza, dhe falmi gjunaj që i kam bo publik. Dhe pasaj që ka thënë, wa ma ente a'lamu bihi minni, o Zot, falmi dhe ato gjunahe që ti e di ma mirë se unë i kumbo se sa vetune. Qysh mundet kështu? Që kemi gjunahe të kaluara, tashme, të ardhme, gjunahe publike të fshehta, apo? Dhe kemi gjunahe, ti i ki bon si di që janë gjunahe. Ti e di, ti thu kur gjos bona ule, ama jo gjunahe. Ka gjunahe që ti e logaritë do baras. Ka gjunahe që njerin nuk e logaritë gjunahe. Ka njerës që gjunajnë e logaritin se vab. Qa bona me të tu nësë bona kur gjo, bile unë e mirë bona. Dhe kjo më ku kalon njeriu kësi faza të mpirjes, ku njeriu kalon nga dyrët e faraonit dhe shejtane, ku të mirën e logarit të keqe dhe të keqen të mirë. Pas të ka thal pejgamberi alayhis salam, inneke ente al muqaddimu wa al muakhir, o Allah, tia i cili di kanë e le pas, dhe tia i cili e le di kanë para. Dhe njëzë këta e harrojmë. Ai i cili jep njeriu të sukses është Zoti i Madh xhel xhelalu. Mu quki dunjaja pesh, vesh një gram ma shumë pozit me të dhanë së në të japin. Dhe mu quki dunjaja pesh, dhe me të marrë vesh një gram pozit që Zoti do me të dhanë së në të marrin. Se entel muqaddimu wa entel muakhir, ka thënë alayhis salam, o Zot, ti kanë do e le prapa, kanë do t'je e le para. Ska kur kush dorë përveç Allahu subhanahu wa taala. La ilaha illa ant, ka thënë nuk ka Zot i cili meriton adhurimin me hak përveç teje. Kjo ka qenë prej duajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej duave tjera që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë varg duash, ka qenë edhe duaja të cilën ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inni es'aluka al-huda wal afafa wal ghina wat tuqa. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, kërkoj prej teje të më japësh udhëzimin, të më udhëzosh. Çka është udhëzimi? Udhëzimi është që të brendshmën tane dhe të jashtëmën tane ta futësh në binarët e Zotit.
apo me fjalë të tjera, sikur që thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ta dish në çdo sekond dhe në çdo vend cili o farzi Allahit në çat moment. Ç'kjo udhëzimi. Për shembull, ti e di se në ora 1, thirr ezani xumajës. Në ora 1, ditën e xumë, thirr ezani xumajës. Udhëzimi i Zotit ditën e xumë në ora 1, cili me qenë xhami, me prit, me fal xumajë. Kjo është udhëzimi i Zotit. Pastaj, në 4 regjis, ti e di se është ikindia. Udhëzimi i Zotit është që 4 regjimes me gjet në ikindi. Ora 8, e di që thirr akşami, duhet me gjet në akşam. Një aci duhet me gjet, një aci, në sabat duhet me gjet, në sabat. Pse? Se kjo është udhëzimi i Zotit. Në Ramazan duhet me kanë xhorushëm, kjo është udhëzimi i Zotit. Apo, në punë kur ti je me kanë besnik, transparent, ose me vjedh, me kanë korrekt, kjo është udhëzimi i Zotit. Me familjar, cili është udhëzimi, mu sill mirë me ta. Me mat vjetrin, cili është udhëzimi, mu sill mirë me ta. Me mat doptin, cili është udhëzimi, me mëshirua se i dopta, i fa, gjuna, çka kemi bë? Apo, me dostin, duhet me respektue, sepse udhëzimi i Zotit është ajo dosta. As bab se ki, pas cull se ki. Disa njerëz nuk dinë me i dallue. Këtë njësoj e trajton. Apo, për këtë arsye udhëzimi i Zotit, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, është në çdo moment dhe në çdo vend. Me secilin çka e ki përpara, me ditë çka më bëhe. Ç'kjo është udhëzimi i Zotit. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Zot, më jep ç't udhëzim. Ta di sa herë çka më bëh. Ta di sa herë çka më bëh. A ka njerëz që thotë, unë s'di çka më bëh, po çu nuk di se s'ki udhëzim. Unë nuk di. Dhe namazit do se zvakti. Apo vën sa njerëzve verës ankohen pinxatit, dimri thot nata gat, nuk shkon nata. Shimi nuk shkon nata, muslimani si del koha. Muslimani në realitet nuk del koha, se jo vendi ku mbillet për ahiret, ti të mbjell ahiretin tan. Ti të mbjell ahiretin tan. Ti në shtëpi kësaj bote me ndreq, njerëz ti çet. Parë të harxhon. Shtëpi kësaj bote pilloçit. Para me në ndërtimi i ahiretit, ç'po ki vakti. Apo në njëri ti me nxjerr pi punës që atë ndrej shtëpinë, thotë mos ma u vakti vëlla se kam 100.000 punë thotë kam. Honë do krijen se diku e kam të ndrej shtëpinë. Mirë, po shtëpinë kësaj bote atë ndrej. Ama krijen se diku e kam. O çish mundet një njeri që atë ndrej ahiretin? O ka shtëpi, ka shtëpinë sot s'kam vakt unë. Jo, s'ki udhëzim, si të di çka më bë. Thot pejgamberi alayhis salam, o Allah, të kërkoj plus, jepëm udhëzim. Pastaj ka thënë, wal afaf. O Allah, më jep qiltërsi, nder, moral. Sa për njerëzve ju mungon morali, ndershmëria, që do më thonë nderi, kur ti i paprekshëm, vajza pa u martue, a i thënë në beqare, e virgjër, ajo është nder, ajo pasuri, e virginiteti, beqaria, a është veç të gruja pa martume, jo, ndërshmëria, virginiteti është shumë në gjëra, ku njeri për shumë një losët shumë pun, apo, ku njeri është i pasër, i paprekshëm, apo, i ka limit, kjo është sështë të jenë, ta nuk e preki, dora eme nuk përlijet me këta, kjo është ndërshmëri, e ka lutë për nga Mela Islam, Zotin e Vatë Gjelë, ka thënë, Allah, wale afaf, mbën të ndershëm, që mos jemi pa ndershëm, pas e ka thënë, wal ghina, dhe o Zot, mjep pasuri. Mirë po djetarë kër e kanë komentu këtë fjallën El Ghina, ka thonë s'ka lip pare për nga mësëm, ka thonë ka lip pasuri. Po t'jem i mjaftu me qasë ka më ka thonë Zotit Gjellë Gjellalu. Pasaj ka thonë Uat tuka, o Zot, mjep dëvëshmëri. Tuka është friga për Zotit dhe ecja në rrugën e Zotit me frigë. Kur ti ecë në rrugë të Allahit në udhëzimin e Zotit, ama ki tut. Apo? Ki tut. E ka vetë Ebu Musa el-Esh'ariu, Omer Khattabi ka vetë Ebu Musa el-Esh'ariu, ka thonë, qka tak vallëki? Ka thonë, o prisi muslimane, po ti e dyti sahabi, ti e di këtë mund. Ka thonë, budu me një pitije. Ka thonë, qka tak vallëki? Ka thonë, o prisi muslimane, a ke morë dë njerë udhë me thera, urë me gjemba. Ki shku një udhë, mal, ki gjemba. Mirë po ti dush me kalu atë udhë. Ka thonë, po kam kalu. Ka thonë, qishja ke kalu? Ka thonë, ka dale. Tu hec, mos shpona që tu, mos shpona që aty, edhe në fund këm dalë. Ka thonë që kjo të këbëllëki. Dunjaja ka gjemba, ka thera, harame ndryshme, provokime ndryshme, ngacmime ndryshme. Dhe ti ka dale, mos shpona që tu, mos thëmbona që tu, ka dale, heke këta që tu ka dale, edhe me izin Allahu Gjellola e kalon këtë ciklet. Kjo është të këbëllëku.
Kjo është takvalloku të cilën ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dua tjetër që ka bëu pejgamberi alaihi salatu wassalam, thot se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka bëu këtë dua: Allahumma tahhirni بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. E këtë dua shumë krahasim figurativ i fuqishëm nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të ndërum gjëma, sikur që përlihet tesha e jashtme, shpeshher përlihet edhe shpirti i mrena, ama ti nuk e shef atë. Shikoj që ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë: O Allah, pastrojëm me akull dhe breshër dhe ujë të ftoft. Ka bëu dua pejgamberi: O Allah, pastrojëm me akull, me bresh dhe me ujë të ftoft. Për çfarë arsye? Uji të ndërum xhamat pastron çdo njoll, çdo pa pastërti. Mirë po njerëzit zakonisht i pastrojnë këmishat e veta, teshat e veta. Një njoll me pastor prit kthena, himrena në shtëpi, ktheja te pastron, apo jo veç kaç, jo veç mos me kanë për lime, edhe pa hekuros me kanë. Po s'më më dal se duhet me hekuros. E mirë. E mbrëmshme, tesha e mbrëmshme, shpirti, sa shpesh është i përlim. Që shto të i bën Qayyim el-Jawziyja, sa njeri ka gjuna, e aj gjuna se le më më mirë. So i përlim, so hadithës që ale njeri shenjë. Pse e ka fiksu me bëha gjuna, ka të kia, ka përlim me ata. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, vazhdo në robi me bëha gjuna mas gjunahe, dhe i vendosin pika, dzeza, deri sa i bëhet zemra zi. Apo, i bëhet zemra zi, dhe nuk sheh post kundër të gjërave. Sikur që ka thonë: O Allah, më pastron me akull. Me akull. Dietarët kur kanë komentu këta, kanë komentu në komentet ndryshme. Pse me akull, pse me breshër, dhe pse me ujë të ftoft. Pse me ujë të ftoft. Zakonisht gjërat, ne i lajmë me ujë për me hek lum pak. Si shtohet lumi dhe si tjetë ngjit lumi me kanë, me teshën, duhet ujë nxehtë. Pastaj edhe elemente tjera për me e nda llomin prej teshës. Ashtu edhe ujë nxehtë, po, në rregull. E pse pejgamberi ka thënë: O Allah, akull, breshër dhe ujë të ftoft. Pse? Sepse sa i përket nxehtësisë dhe nevojën për nxehtësi këtu nuk e kemi. Apo ti për shembull i shtit teshat në makinë, edhe sa më shumë që duhet më ja u nxjerr atë njollën e shton nxehtën në val që mu dal llomi pi teshës. Në rregull. E mirë, pse këtu ka ardhur ujë të ftoft? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sepse këtu ka një sekret që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzuar nëpërmjet duajës. Cila është ajo? Se nxehtësinë e ka shkaktuar gjunaji. Ti nxatin e kije. Nxehtësinë e ka shkaktuar gjunaji. Andaj duhet pastrim dhe çfarë? Dhe klimë ftoft për gjoksin. Sepse mëkati ta nxehë trupin, sikur që ta nxehë virusi trupin, ta hip temperaturën. Dhe ti për me bruën vllat, duhet mi dhon barna. E mirë, çka i ban mëkati shpirtit? E nxehë. Apo, a e ki pa këto? Ndash bigjoz, ndash kazino, ndash zina, ndash muzikë, thot jam nxehë. E nxehë, s'mush më kanë ftoft këtu. E apo flaka i del. Thot jam nxehë me lujt, jam nxehë me kësi, i nxehë apo. E çka ka thënë? O Allah, pastron me akull. Flaku ka boki, apo. Po shema i ka piraki, nxehet ka krija, nxehet ka menja, do nxehen paraki. Nxehen paraki, kush ka piraki, nxehet ka krija. E shiko pejgamberi sa çfarë ka bëu? Ka thënë: O Zot, këto mëkatet shkaktojnë nxehtësitë e une. Qysh me hek? Ka thënë: me akull. Me akull, e vënë akullin, edhe ajo fillon edhe me të pastru, edhe t'jap ujë dhe ta heket çfarë? Ta heket nxehtësi. E para, e dyta. Akulli e përçon ftoftin të ti. E akulli për me përquë du të me nejt aty. Pra sikur që ka nejt gjunahi, du të me nejt akulli për me mujt me ek, me ngrejnë nxehtin, edhe me ta përquë ti ftoftin. Sepse mëkati nuk heket me dorë. E ke ba njëri 20-30 vjetë e ka ba një gjuna. Ti të 30 vjetë ka mundësi nuk lahat. Do munohen me mashtru Zotin, jam penduune. Kujton që qash leta më pëndohë. Astaghfirullahu e tubu ilej. Kjo fjallë gojë është.
Kur ta nxjerrsh praktike të astaghfirullah wa tubu ilej, atëherë e pendue. Andaj ka thënë o Allah, pastron me akëll që të ma largoje edhe gjunahin, po të maftofe shpirtin. Se une kur këmba më katë, edhe pse pejgamberi sa këtu nuk flet, apo këtu ka fol për mangësi që ai ka synu të Zoti vet xhelel xhelalu prej mungesave të adhurimit. Ai di që ka llogarit pejgamberi sa gjuna. Nëse s'ka mujt mu fal tan natën, e jo gjuna çka i bojnë Allah. Hasha wa kella. Pejgamberi sa ka qenë mbrojtër për kësaj. Pastaj ka thënë wal barad. Dhe ka thënë o Allah, më pastro me breshën. Apo me breshën. Por çfarë arsye? Që ajo enzimja e gjunave të merë pamje tjetër. Cila është ajo? Tash pamje e bardhësijës. Bora e kiva kur e mblon? I mblon gjunaat, i mblon të metat. Sa gropat e sa loqin vjen bora për një sabah, për një mëngjes i mblon krejt. Kështu ka bëu dua pejgamberi alayhis salam. O Allah, pastron me akull pi mrena, po edhe pi për jashtë, nëse më kanë nxin diçka gjunahi, mloma me breshë. Jo pa, kjo ka qenë prej duave të pejgamberit alayhis salam. Pastaj ka thënë wal ma'il barid, dhe me ujë ftoft. Dhe me ujë ftoft. Por tani lajëm komplet mirë dhe dalë ki po njëri kur del mas ujit, mas guslit, mas tushit, deli freskët. Deli freskët. Pse? Këta ato njollat që i ka pas, dhe tash ka një vullnet tjetër dhe ka një ambicie tjetër. Kështu e ka përshkruajtur pejgamberi selam. Lamjen e mbrëmshme, sikur që bëhet e lamja e jashtme. Dhe kjo është prej shembullimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë: "O Zot, më pastro sikur që pastrohet petka e një lost me prej lycive." Sikur që ja hek petkës atë njollën, që ashtu pastroma edhe mua shpirtin. Këto ka qenë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur thot Enes ibn Malik, shpesh e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke i bëu këtë dua.